Në seancën gjyqësore për vrasjen e Liridona Ademajt, trupi gjykues ka refuzuar propozimet e mbrojtës vetë të akuzuarve Naim Urseli, Kushtrin Kokolla dhe Granit Blava për plotësimin e procedurës së provave, edhe sot me gjykatore u sollën me pranga në duar të akuzuarit derisa u shoqëruan me siguri të lartë. E qysh në nisje të seancës, i akuzuari Naim Urseli kërkoi konsultim me avokatin e tij. Fillimisht, kryetaria e trupit gjykues Fatmire Dormaku bëri të ditur se mbrojtësit e të akuzuarve kanë parashtruar kërkesa të reja. Mbrojtja e Naim Urselit ka kërkuar rikonstruim të vendit të ngjarjes, ndërsa avokati i të akuzuarit Kushtrim Kokolla ka kërkuar të dëgjohet dëshmitari Tafil Kokalla. E mbrojtësi Granit Plavës ka kërkuar që klientit t'i bëhen ekspertizë shtesë lidhur me gjendjen psikike të Granit Plavës në kohën e kryerjes së veprës penale. Kryetaria e trupit gjykues Fatmire Dormaku tha se prokuroria ja ka lënë në dorë të vendos trupit gjykues për kërkesat e mbrojtjes së Kokollës dhe Plavës. Dormaku tregon kërkesat e reja të mbrojtjes së të akuzuarve në rastin e Liridona Ademajt. Avokati i të akuzuarit Kushtrim Kokolla, Ndrec Doda, ka propozuar dëgjimin e dëshmitarit Tafil Kokolla në cilësi të dëshmitarit, ndërsa më 23 janar 2026, mbrojtësi i të akuzuarit Granit Blava Skënder Gojani ka parashtruar kërkesë me të cilën ka kërkuar nxjerrjen e një ekspertize shtesë lidhur me gjendjen psikike të Granit Plavës në kohën e kryerjes së veprës penale, si dhe më 27 janar 2026, mbrojtësit e të akuzuarit Naim Urseli, avokat Teuta Zhinopotoku dhe Shemshedin Piraj kanë parashtruar kërkesë me të cilën kanë kërkuar të bëhet rikonstruimi i vendit të ngjarjes, të shtjellohen si provat CD komunikimi i tij mes të akuzuarve dhe fëmijëve të tij, si dhe kërkohet hartografia e telefonave që janë marrë në ditën e kritike, tha ajo. Sa i përket kërkesës së mbrojtjes së Naim Urselit për rikontribuim të vendit të ngjarjes, prokuroria Javorka Perinçovejić konsideroi të pasafatshme. Në seancën e mbajtur më 22/12/2025, gjykata të gjitha palëve ju ka dhënë mundësinë që propozimin për nxjerrjen e provave të reja t'i dorëzojnë deri në datën 9 janar 2026. Konsiderohet se ky propozim i është dorëzuar jashtë afatit ligjor dhe që nuk është respektuar udhëzimi i gjykatës dhe i njëjti nuk duhet të pranohet, tha ajo. Rikonstruimi i vendit të ngjarjes dhe ekspertiza për gjendjen psikike të akuzuarit Granit Plava u kundërshtua edhe nga avokati i familjes Liridona Ademajt, Deutrim Sylla, i cili konsideroi këto dyja se nuk përputhen dhe nuk ndryshojnë gjendjen faktike, sa i përket dëgjimit si dëshmitar të Tafil Kokallës, pati pajtueshmëri edhe nga mbrojtja e familjes Ademaj. Sylla tregon qëndrimet për propozimet e reja nga mbrojtësit e të akuzuarve, edhe në përmbajtje përveç çështjes së afatit e kundërshtojmë rikonstruimin e vendit të ngjarjes. Konsiderojmë se është zvarritje e procedurës, nuk ka as edhe një fakt që ka me ndrru nga ajo që ka deklaruar i pandehuri. Avokati Naim Urselit, Shemshedin Piraj, u shpreh se kanë të drejtë të propozojnë prova deri në përfundim të gjykimit kryesor. Nuk ka nevojë me mbajt ligjërata për procedurë penale, palët kanë të drejtë të propozojnë prova deri në përfundim të shqyrtimit kryesor. Këto janë shumë relevante, ne e dimë që shumë dëshmitarë në vendin e ngjarjes nuk ka pas. Kemi propozuar rikonstruimin e vendit të ngjarjes. Pikërisht është fjala për konstatimet e ekspertit të mjekësisë ligjore, profesor Naim Uka. Afatshmëria nuk vjen në shenjë, deklaroi ai. Se trupi gjykues ka refuzuar propozimet e mbrojtjes për plotësimin e procedurës së provave, tha gjyqtarja e trupit gjykues Fatmire Dormaku. Trupi gjykues ka refuzuar edhe kërkesën e mbrojtjes së Naim Urselit të shtjellojë si provë CD komunikimin e tij me fëmijët, si dhe nxjerrjen e hartografisë së telefonave. Liridona Ademaj ishte vrarë më 29/11/2023 në orën 20:25 në rrugën Dali Palshishi në fshatin Bërnic të Prishtinës.